Të dashur vëllezër besimtar, në kohën e një sultani, një musliman me emrin Shukri e kishte paguar një mjeshtër që ta ndërtonte një çeshme për bamirësi. Pasi çeshmja bëhet gati për përdorim, Shukriu e vendos një pllak me shkrim: për krejt gjallësat uji është halal, vetëm për muslimanët është haram. Populli çuditën dhe kundërshtojnë Shukriun, dhe ata vendosin që të ankohen te kadiu, te gjykatësi. Gjykatësi e thiri Shukriun në seancë dhe i tha: "Përse ke vepruar kështu? A e din se mund të kushtoj me jetë kjo vepër e poshtër dhe e pahishme ndaj muslimanëve?" Shukriu i përgjigjet dhe thot: "Vetëm sultani do t'ja tregoj arsyen se përse kam vepruar në këtë mënyrë." Gjykatësi i thot: "Më mirë është për ty që ta largosh atë pllakat, sepse nëse kjo punë shkon deri te sultani, ai nuk ta fal, ta dish mirë." Shukriu i tha: "Vetëm sultani do t'ja tregoj arsyen dhe nuk do ta heq pllakën." Pastaj erdhi dita që Shukriu të del para sultanit, i cili e pyeti për arsyen e vendosjes së pllakës me mbishkrim as pak të hijshëm. Sultani tha: "Përse ke vendosur atë mbishkrim në çeshme duke thënë se ky ujë është haram vetëm për muslimanët? A e din ti se ti më ke ofenduar mua edhe gjithë muslimanët? Dhe kjo punë që ti e ki bën duhet me dënu me vdekje." Shukriu i tha sultanit: "O sultan, të lutem mi plotso 3 kërkesa dhe pastaj jam i gatshëm që të vdes. Dhe do ta shohësh arsyen se përse kam vendosur atë pllakën në çeshme." Sultani pranoi dhe e pyeti se cila ishte kërkesa e parë. Shukriu i tha: "O sultan, a ka mundësi ta arrestoni ndonjë rabin nga cila do sinagogë në qytet dhe ta futni në burg për 1 javë. Dhe pastaj shikoni se çfarë do të ndodh." Sultani veproi ashtu siç i kërkoi Shukriu. Pasi që e arrestuan rabinin nga sinagoga, të gjithë hebrejët e qytetit u mblodhën dhe shkuan te sultani. Dhe i thanë atij: "O sultan, çfarë po ndodh? Çfarë lloj padrejtësie është kjo? Çfarë bëri rabini ynë për ta futur në burg? Ne garantojmë për udhëhecin ton fetar, sepse ai nuk ka asnjë faj. Prandaj ne ju kërkojmë që ta lironi sa më shpejt." Kur kaloi 1 javë, Shukriu i tha sultanit: "I dashur sultan, ju lutem tani ta lironi rabinin." Dhe sultani veproi ashtu siç i tha Shukriu, e liroi rabinin dhe u lumturuan të gjithë hebrejët. Pas kësaj Shukriu i u drejtua përsëri sultanit duke i thënë: "I dashur sultan, tani po ju lutem që ta arrestoni një prif nga cila do kishë dhe ta futeni në burg për 1 javë." Në të njëjtën mënyrë sultani arrestoi priftin në ditën e shenjtë, derisa prifti po e kryente lutje në kishë. Dhe pas kësaj të gjithë krishterët vepruan njësoj si hebrejët, kështu që prifti u lirua pas 1 jave. Pas kësaj Shukriu i tha: "I dashur sultan, tani po ju lutem të arrestoni hoxhën më të dashur dhe më të dalluar. Ta arrestoni hoxhën duke e mbajtur hutbën nga minberi." Sultani veproi ashtu siç u kërkua, duke e urdhëruar arrestimin e imamit të xhamisë, derisa ai ishte duke e mbajtur hutbën në ditën e xhumë. Dhe pastaj derisa po e arrestonin hoxhën, asnjë nga xhamati nuk u ngrit që të paktën të thoshte: "Çfarë po ndodh? Çfarë po bëni? Përse po e arrestoni hoxhën ton më të mirë?" Kështu që për fat të keq asnjëri prej tyre nuk shkoi pas imamit, pas hoxhës. Pavarësisht se kaloi 1 javë nga arrestimi i hoxhës, asnjë nga xhamati nga muslimanët nuk shkoi te sultani për ta pyetur: "Ku është hoxha jon? Çfarë ka ndodhur me atë? Përse keni arrestuar pa faj?" Mirë po xhamati muslimanët nuk menduan kështu,
ata filluan që të flasin për hoxhën e tyre, ku disa prej tyre thanë, çfarë hoxhë është ai nuk është kurfar hoxhë, vetëm Allahu e di se çfarë mëkati, çfarë gabimi ka bën. Të kishte qenë hoxha jonë i mirë, nuk do ta kishin arrestuar në ditën e xumës duke e mbajtur hutbën. Pastaj njëri prej tyre tha, po ta dija që ishte mashtrues i tillë, kur nuk do t'isha falur pas tij. Pra, këto ishin akuzat shpifjen që ata bën për hoxhën e tyre. Kështu që nuk shkuan te sultani për t'u interesuar për hoxhën, se hoxha e tyre një javë dy javë po kalbet në burg. Shukriu në fund i tha, tani o sultan, të lutem ta lirosh hoxhën duke i kërkuar halalin falje. Hoxha u lirua nga burgu dhe shkoi në shtëpi, dhe pas kësaj Shukriu i tha sultanit, o sultan im i dashur, a e sheh se përse kam vendosur pllakën e çeshme? E kuptove arsyen sepse uji për muslimanët është haram? Kësi lloj muslimanit të tillë nuk ban me pi ujë në atë çeshme. Sultani buzëqeshi dhe i tha, o Shukri, jo vetëm që e kanë ujin haram, po haram e kanë edhe ajrin që e thithin.